sakrifica dhe flijimi për hir të Allahut. Fillimisht, pse ka nevojë që të sakrifikojmë për Allahun e lartësuar? Ku kërkohet kjo sakrificë, sa kërkohet dhe a është diçka e përballueshme për neve? Po e nisim këtë injizim me një dialog të shkurtër të cilin Allahu i lartësuar do ta zhvilloj në ditën e gjykimit me njërin nga pabesimtarët i cili do ta vuajë dënimin më të lehtë të xhehenamit. Tash e keni parasysh, njeriu i cili e ka dënimin më të lehtë të xhehenamit nga pabesimtarët, Allahu i thot këtij personi në ditën e gjykimit, thot o robi im, për arsye se të gjithë njerëzit janë robër të Allahut, se janë krijesa të tij, ka të nënshtruar dhe të panënshtruar. Thot o robi im, e shef dënimin që po të pret, ose që do ta përjetosh? Po. Thot, sikur të kishe tondën gjithçka që është në tokë, a kishe me dhonë vetëm me i shpëtu këtij dënimi? Do të krejt botën ta kishe tondën, a kishe me dhonë me i shpëtu këtij dënimi? Thot, po, o Zoti i gjithësisë. Thot, o i mirë, o i gjurë, unë s'kom lyp me sakrifiku kaq shumë prej teje. Unë e kom lyp diçka shumë më të lehtë prej teje se sa kjo që po je i gatshëm ti sot me dhonë. Unë kam lyp prej teje kur ke qenë në si shpirt në shpinën e Ademit alayhis salam, kom lyp prej teje që mos më mbosh shok mua, mos më adhuru tjetër kënd pos meje, edhe më adhuru vetëm mua. Këtë kam kërkuar. Domethënë, në këtë moment ky njeri është në gjendje me sakrifiku gjithçka, mirë po nuk i vlen. Nuk i vlen, për arsye se nuk e ka bën një sakrificë më të lehtë kur është dashur dhe kur i kish me i kry punë, ndërsa tash nuk i kryen punë.